O sala edhe me namaz. E me namaz pse? Sepse mërsad. Kush ta jep sabrin edhe sevapin e sabrit? Allah. Kush t'jep që tërkush? S'ka. E namaz do më thënë lidhje ti me Allahun. As-sala. Fjallën mirë në prej arabishtës mirë, në një ju del ma mirë shqip. Hayya alës sala. Qka për thuash në zënë hayya alës sala? E janë në? Amo i shqip e thënë që është në shqiptar që në mënyrë etimologjike, janë lugavijan, etimologjikisht, gjuhtarisht, fjala as-sala, namaz, që i them, namaz është në gjuhën turke, tani prej gjuhën turke ka qenë në gjuhën përsishte, kur janë kanë përsia musliman, kyter, kurse originali i kësaj është as-sala. As-sala me mana as-sila, sile lidhje, në mes teje dhe Allah. Që kjo është namaz? Me dalë në raport ti me abdes, i pastër me njet për çfarë po duhesh me hi, me njet për të sabahit drekës, aq sa Allahu na ka kërkuar, sepse Allahu na ka kërkuar 5 herë në ditë në raport me dalë për ati. E kur dalish para Allahut në raport, ç'është duhet me dalë? Me dalë me zemër të keqe, s'mundesh, sa jetë ka shtin zemrën lëvizje. Me dalë pa durim, pa sabër, qysh pa durim, pa sabër? Po falem pizorit. Qëtu do të lidhim një koment shkurt. Falesh jo me qef. Namazin duhet m'ja bon hizmetin, me prun veten, me u falë, me pikë të qefit. Çka do më thonë me pikë të qefit? Me përmallim shqip. Takim me Allahun, jem përmallu me Allahun mu taku. Ju thëm juve djemve 3 që jeni këtu, edhe kush të ndëgjon të gjithve, kur ta duesh një vajzë. Edhe nashtë në gjë. Ani nashtë në ndëgjojnë, edhe vajzat kur ta dojnë një djalë. Qashtë. Me përmallim po du me pa, mu taku. E ti kur ta duesh Allahin, me përmallim dalish a pa përmallim? Me përmallim. A pritojsh a s'pritojsh? Nuk pritoj shoqe. A e thesh pra durimin, a e thesh atë çka s'po ta do trupi? E thesh pse? Patjetër. Pse? Se përmallimi e ka mujt. Për shembull, në ora 4 të mëngjesit, ti duhesh me u taku me Allahun. Me fal namazin. Dhe e dish që po takohesh me Allahun, a dhimbët gjumi me thy? Jo. Po në ora 3 me taku një çik të mirë shumë. Ose qikat që në nëgjoj një djalë të mirë shumë. Po s'bjër hiq më fjetë më shkajtë të fulli. A njeve, që kja është sila. Hayya ala sala. Eja në lidhje. Më konë. E tash, a ma miro kjo lidhja takimi me njerës që i duam në dynjo, apo me Allah? Po, valla, në dynjo, valla, takim me kone duesh, valla i lezeqa, ma? A në regull. Ti po duesh në dynjo, që djali haqis që po kish. Ti po duesh në dynjo sa mirë më taku vë një qikë të mirë, masha Allah. Mirë, e qatë dashuri që ty, djal, edhe ty vajz, ta ka falë në shpirt, për mu taku me palën tjetër. Kushon shtaj që ta ka falë atë dashuri? Allahu, e parë të herë pra, Allahu shkaktusi dhe krijuesi i dashurive në mes dy gjinive, është më së merituar ai me u adhuru edhe me qëndrua ai çka po kërkon me dëshirën tonë, jo me pavullnetin tonë, me vullnet, me kënaqësinë më të madhe e me himë namaz. Allahu Ekber, më thanë. Kjo është një apel që do shta më jau zgjidh, me zgjidh, kadal, këtë SMS. Ja ejuhalladhina amanu, ista'inu bis sabri was salah, inna Allaha ma'as sabirin. Imam Gazali në librin e tij Ihya Ulumuddin ka thënë: duhet më gëzue kur ta falim një namaz,
aqë shumë, sa që s'kemi pas e vlatë, s'kemi pas, e Zoti na ka dhënë e vlatë. Sa jam I gëzu, natyrisht që kemi e vlatë prej fillimit, kush ka e vlatë prej fillimit, nuk e din sa është ajo ai që se ka, apo më kuptesh? Këshyri ata që s'kan pas 20 vjetë, 30 vjetë, tani kanë sa janë gëzua. Me falë namaz, sa duhet mu gëzu. Po thot Imam Gazali, sa je gëzu më atë vlatë. Me falë një namaz, duhet mu gëzu edhe më shumë. E tash, qaj e vlatë që ta ka falë Zoti me të vdekë, sa i dhënohësh? Po kërkush se di sa i dhënohët. Do më thonë, s'mundish me thonë, unë e vallahi jemi dhënu kaqë. S'ka në loj barametri që e matën sasin e hidrimit. Po thët Imam Gazali, thët me të hup një namaz, pa e falë, do të mu i dhënua ma shumë se qaj e vlatë që e ke prit edhe prap të ka vdekë. A kuptove?